Të nderuar dëgjues, selam aleikum. Ju përshëndesim juve që po na ndiqni. Ky është emisioni më i ri edukativ fetar, ta njohim të vërtetën. Në studio kemi profesor doktor Shefqet Krasniqin. Selam aleikum prof. Mirë se keni ardhur. Selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Sonte të nderuar dëgjues, do të dëgjojmë një këshill nga profesori, pastaj ju mirpresim juve në 044 156 614 në pyetje direkte dhe në SMS po të njëjtin numër. Ndërsa para se të fillojmë me këshillën, do t'ju njoftojmë se emisioni i radhës do të jetë prej orës 9:30, pra javën e ardhshme, në po të njëjtat valë mirë, po vetëm prej orës 9:30. Fillimisht të ndëgjojmë një këshill dhe pastaj ju mirpresim në pyetjet e juaja në 044 156 614. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavatin pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, bi shokët e tij të nderuar, mi familjen e tij fisnike, bujare të ndershme, dhe mbi të gjithat atë të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shumë herë ndëgjojmë njerëz duke duke u betuar në Zotin, të tjerë duke u betuar në kryt e nanës, në kryt e babës, të tjerë duke u betuar në gjysende të ndryshme, cilat do të qofshin ato. Se do që t'jetë, krejt njerëzit në botë bojnë beni diçka, betohen e diçka. Betimi gjithmonë ka qenë, është dhe do të vazhdoj të jetë deri në kiamet. Me u betu, e ne themi dialektin tonë dhe me bobe. Pra njerëzit e kanë ndjenë nevojë me përdor betimin se cilin formën e vetë, në traditën e vetë, si pas vendet, si pas fejes, religionit, bindjes e të tjerë, kulturës. Më rëndësi të gjithë njerëzit kanë bojnë dhe vazhdojnë të bojnë edhe në të ardhmen. Ndjen njeriu në vetveten e tij. Sepse njeriu gjatë bisedës së rëndëmt shumë herë sikurse i duket atina se tjetër që po e ndëgjon nuk është duke e marrë bashkë seriozisht fjalën, qëndrimin, premtimin e tjerë të folësit. Andaj ky folësi e ndjen një nevojë të mbrëmshme për të qenë nga njëherë më serioz, për ta vërtetuar fjalën e tina. Apo ndëgjuesi ai ndjen një nevojë që folësi me siguru atë më shumë se sa rëndëmt se kjo ka vërtet për një me dhe se dhe të qëndran
besnik fjalës nëse është fjala për të ardhmen, apo është i sinqert nëse është fjala për të kaluarën. Ndaj, njerëzit nga instikti i tyre që ka kriju Zoti, kanë ardhur në përfundim se njeriu duhet ta forcoj, ta vërtetoj, ta forcoj fjalën e tij me diçka të madhe, me diçka që nëse premton që ka me kry dhe nuk e kryen, mund t'i hakmirret. Apo nëse thot nuk e kry, do t'a la qatë vepër, po nuk e qëndrona se fjale për balë, besnik, prap dënohet. Nga qaj që e mërë si garancë, dhe kush që është më i madh, dhe kjo është betim. Për ata betimi në aspektin gjuhësor do thotë madhërim e ati që në te betohesh, madhërim e ati që në te betohesh. Kuptimi është shumë rëndësi, sepse prej kuptimi ti rrjedhin pastaj edhe dispozitat. Madhërim e ati që në te betohesh. E ne kanë madhëroj muslimant, ne madhërojmë Allahun. Përderisa ne madhërojmë Allahun, atër po kuptohet se nuk lejohet të bojmë be presje të betohemi në askën tjetër pas në Allahun Azza wa Jall. Ne muslimant. Thash, çdo popull, çdo shoqëri, çdo kohë, çdo vend e kanë përdorur betimin. Vazhdojnë edhe sot ta përdorin dhe do të vazhdojnë sot të jetë toka me njerëz. Nevoja kërkon. Për ata, njeriu nga njëherë thot për me të besuar ty, bënëm beta. Apo kë vetë betohet, peldi paj. Se ta shep se tjetër pak po të dyshon, kë mënyrë betohet. Por në varet që ka betohet. Edhe Islami, dini Islam, feja Islame nuk ka mundësi në asnjë mënyrë që ta shmangë apo ta nashkaloj këtë pjesë të etikës të idhtarit apo pasuesit të Islamit që është muslimani. Nuk ka mundësi ta nashkaloj nga legislatura islame, nga shariati islam. Shariati dhe më thonë legislatura e Islamit, Kurani dhe Suneti. Për atë arsye gjejmë të gjitha librat e jurisprudencës islame që flasin për legislaturën islame e kanë vendosur aty në kapitull të madh, kapitulli i betimeve. Dhe kanë folur gjërë e gjatë për këtë çështje, për këtë mesele. Ne do të mundohemi në pika shkurtra natyrisht për ta sqaruar këtë temë duke munduar sa më shumë ta thjeshtësojmë. Pra, njeriu me bobe të thot mu betue. Ne muslimant jemi të urdhëruar që kur të bëjmë be me bobe vetëm në Allahun Azza wa Jall. Ne muslimant jemi të urdhëruar nëse dojna me bobe, nëse dojna. Me zarë nuk nashtë në shariati me bobe. Ja, por nëse dom të bëjmë be me vullnet, me dëshirë, për çfarë do shkaku qoftë, ne nuk guxojmë të bëjmë be në askënd pas të madhin Allah Azza wa Jall. Kisha pas qef shumë që
që të pikë bile ta kuptoj mirë, ta fokusojmë dhe ta praktikojmë në jetën e përditshme. Nuk kam qef kur për jetë me një dikan ka bën ben dika tjetër pas të madhin Allah. Jo që nuk është betim, pasha nanën, e pasha babën, e pasha kokën, e pasha kamën, e pasha vllaun, e pasha motrën, jo që nuk është betim, dhe kaq, por është edhe mkat, është edhe gjuna prej gjunaheve të mëdha. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana halifan fala yahlifu illa billah." Ai cili dën me u betu, mos të betohet vetëm në Allahun e madhruar te bareke wa taala. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, e disa hadithe janë lidhje me këtë temë: ai cili dën me le të bën be në Allahun ose mos bën be hiç, mos bën be fare. Bile hadith tjetër, ai cili bën be jashtë Allahut, ai ka bo shirk, runa zot. E këto është fjala shirk i vogël, i thënë kësajna, nuk i thënë shirk i madh, nuk del prej dinit, por ke bo mëkat të madh. Pra, këtë ulemaja janë nuk di konsenzus të gjithë se është prej gjunaheve të mëdha me bo be njeriu në diçkan tjetër pas të madhin Allah te bareke wa taala. Betimin ulemaja ton duke nxjerrë pe Kur'anit dhe pe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë ndarë në 3 pjesë. Betimin e kanë ndarë në 3 pjesë. Betimi i parë apo lloji i parë i betimit është betimi rran, beja rajshme. Krejt populli jon, i madh i vogël, veçantit vjetrit me theks të veçant, e din që ka beja rajshme. S'ka shqiptar në Kosovën tonë, po edhe në trojet gjithandej në për Shqipërinë e madhe, ku ka tek ka shqiptar që nuk e din se çka është beja rajshme. Bile thell kam një bindje se edhe ju muslimanët, se kurse ortodoks dhe katolikt në Shqipërinë tonë am, e din se çka beja rajshme. Beja rajshme. Një prej 3 llojeve të betimit është beja rajshme. Pejgamberi alayhi salam atë e quan el yemin el gamus, e që bie beja zhytse bukfalisht. Zhytse ka për qëllim dëshyt fut me dës xhehenemi. Këtë qëllim e ka, të fut me dës xhehenemi. Beja rajshme e din populli jonë se çka është beja rajshme. E që është me bo be për ndonjë çështje të kalune, apo edhe për tashmen, por që ka për qëllim të me ndryshu të vërtetën me rajt. Për shembull, bën be që diçka nuk ka bo, në realitet ka bo. Apo bën be që ka bo, në realitet nuk ka bo. Pra bën be rajshëm, Allahu na ruajt. Beja rajshme është prej gjunaheve më të mëdha që ka mundet me i bo njeriu tokë të Zotit. Ka thonë Allahu azza wa jall: Inna alladhina ishtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati. Ata të cilët me besën e Zotit dhe me betimin e tyre që bën bej rajshëm, përfitojnë diçka prej dynjas, ka për qëllim e përdoren emrin e Allahut, përdoren betimin, i ndryshojnë fjalët, rajnë, për me përfitu një interes të ngushtë të dynjas. Ata
Pa thëtë Allahu Azza wa Jall për ta, la ilaha illallah, nuk kanë hisë në heret, nuk kanë pëse dalin për atë madhët Allah të barëke wa ta'ala. Për kërsnuat Allahu se punt nuk I ka mirë a njeri. Allahu në rujt pe betimit rajshëm, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një hadith të vërtet ka thonë: gjënahat të mëdha janë, haramet të mëdha. El ishraku billah, me bo zotit shirk, wa uququl walidain, dhe mos respektimi prindërve, wa qatlun nafs, dhe mbytja njeriut pa hak me vranjerin, me dirgjak, wal yaminul ghamus, dhe betimi rajshëm, beja rajshme. Beja rajshme. Për gjënave më të mëdha, beja rajshme. Ai që bën beja rajshëm, ai vendin e ka në xhehenem. Pse? Sepse në një për e mërë njerin qafë. Zakonisht njëri kur bën beja rajshëm, bën be me mohuni të vërtet, apo me pretendu mallin e dikujt për veten e tina. Zakonisht. Bën be se një pronë e huj, një hak e huj është I tina. Apo bën be mohon diçka që mund të kushtoj dikuj në shumë. Njerëzit për shkak betimit rajshëm mujnë me pësu rënd në këtë dynja. Prishet burri me grun, prishet vlla me vlla, prishet fëmija me prind, prishet shoku me shok, shak betimit rajshëm. Allahu na ruajt. Populli jon është për lakmi bejnë rajshme kur se ka dasht. Vërtet është për lakmi. Këtë pikë. Kur populli jon bejnë rajshme se ka dasht. Shqiptarët e tonë bukur shumë e kanë lëshu fejnë shëdimin e të gjithë. Her ma shumë e her ma pak si mbas stohive, si mbas pushteteve, rëthanave e tjere. Por, edhe nëse nuk është falur, edhe nëse nuk ka agjëruar, edhe nëse nuk ka dhanë zeqat, edhe nëse nuk ka shkuar në haq, por e ka ndje në zemrën e ti vetën musliman, e ka besu Zotin dhe ditën e gjykimit, ai person nuk ka bo berrejshëm. O shtut. Për ata, populli jonë ka përdor, dhe shumë e vende ka përdor, ben për çështje të ndryshme për mes pastruve të vetën e vetë. Për shembull, nëse dikush e ka akuzu dikend për moral, por nuk ka pas argumentet prera, por dyshimet forta, ndërsa personi akuzuar qysh me mbrojt vetë vetën, qysh me spastru, me be. Kanë mbledh burrat edhe kanë thonë bëbe, që të dorën mi Koran, mi Musaf, dhe bën be se je pastërt në këtë pikë. Ose bën be para këtyne burrave se ti s'ki hise në vrasjen e vllau tem e miku tem. Ose bën be para këtyne burrave se ti nuk ma ke hangër megjen, por se ke shty, por mu po më dohet që ke shty, atë se ke shty. Bënën be burr, unë po të besaj. Bënën be s'ma ke marrë mallën e, bënën be s'ma ke prishe, e kam përdor mileti jonë këtë gjithë. Dhe njerëzit kanë nguru, nuk kanë guxu me bubi rrejsho. Kjo është për dinit. Kjo është për dinit. Me bubi rrejshëm, për gjënahëve më të mëdha, Allahu na ruajt. Bile, këtë gjëna, qaqë është I madhë,
sa që nuk ka kefaret. Nuk mund e shpagun këtë me kurgjë. Këto është do të më pëndu të Zoti nëse ta fali madhi Allah Azza wa Jall. Për ndryshe Allahu na ruajt. Allahu na ruajt me bobe njeriu rrejshëm. Pra thamë së është për gjënahave më të mëdha me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lloji i dytë, pra ky është betimi rrejshëm. Lloji i dytë, betimin shaka, jo në seriozitet. E që është për qëllim, ku njeriu pa dasht me bobe, por i ka mësu goja vetvetiu, thot vallaha pa, vallaha ja, pasha Zotin pa, pasha Zotin ja, ose të ngjashme. Ose për shembull, shkon mysafir dikun me nejt, dhe tjesin me hore, ti hanë sa të mundesh, pas mundesh me kup, dhe i bën be pasha Zotës ki më qu pe hore dhe shta meshe, pasha Zotës ki më qu pe hore dhe që pite, ku ta diun, të thu pasha Zotës muj, e dhe pasha Zotin mënesh, tani këta po bojnë be, po që kjo be, a mirët parasysh, jo nuk mirët parasysh. Kjo nuk mirët parasysh. Që kjo be, quhet jeminu lagh, beja që njeriu e thot me gojën e vet, por nuk e ka për qëllim me vërtetue atë fjalë apo atë fjali të cilën po e thot me gojën e tina. Përveç që shkon goja që ashtu vet, pa dashje, që nuk është mirë kjo, mirë nuk është, por nuk ka pasoja. Nuk ka pasoja. Kjo lloji i dytë. Lloji i tretë është betimi i cili mirët parasysh. Është betimi i cili mirët parasysh. Ai quhet el-yamin el-munaqidatu, betimi që mirët parasysh. Ku njeriu bën be për një tashme, për diçka tashme, apo për një kohën e ardhme, bën be se ka me bë një punë, apo nuk ka me bë një punë, dhe ajo është seriozën të tamam, është i sinqert, i vetëdijshëm, po bën be, po vërteton me betim në Zotin, qatë premtim tina, qatë detyrë që po e merr, që pja nga arka vetë vetës, se ka me kry, apo po bën be se nuk ka me kry. Për shembull thot vallahi nuk kam me shku, ose vallahi kam me shku. Vallahi nuk do ta bëj, ose do ta bëj, dhe kështu me radhë. Betimi duhet bëhet, tham fillim, me emër pe emrave të Allahu te bareke ve taala, sikurse wallahi billahi tallahu. Wallahi billahi tallahi. Por nuk bën njeriu të bën be pasha Çabën, e pasha Muhamedin, e pasha këtë, e pasha atë. Sepse edhe Çabja, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam janë krijesa të Zotit. E ne të kom më herët hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai i cili bën be duhet të bëj be në Allahun dhe në askënd tjetër. Pra lloji i tretë i betimit është betimi serioz, që ki për qëllim me vërtetue çatë që thu që ki me bë apo nuk ki me bë. Ka thënë Allahu azza wa jall, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi imanikum, Zoti i madh nuk u asheh juve për të madhe kur bëni beju pa dashje, që thash pak më herët. Walakin yu'akhidhukum bima qadtumul iman, por u asheh për të madhe kur bëni be serioz, e që është lloji i tretë. Kur bëni be serioz, bën be për një mend, duke vërtetuar fjalën tënde, premtimin tënd, se kime bërë një vepër apo nuk kime bërë, qoftë në të tashmen, qoftë në të ardhmen. Mirë, bënë be, wallahi, nuk e lë pa ardhë nesër ndrejk ndarkë, pasha Zotin, e madhë, ka me bokton, ka me batohen. Mirë më rëbur, pa bëvakia njeriu me thyje betimin. A bënë vaki njeriu me thyje betimin. Dhe qka është ke mesele të këthymja e betimit?
Çka është kjo mesele? Njeriu përse përket thymjes së besë me thy ben është në 3 raste. Thymja e besë nga njëherë është obligim. Qysh obligim? Që është obligim? Me thy ben është obligim. Nga njëherë. Për shembull, nëse bën be se kemi bën ndonjë gjuna. Nëse bën be se kemi bën ndonjë gjuna, e ke vajib, e ke obligim me thy ben. Për shembull, thot wallahi, billahi, tallahu, kur për jetë nuk të flas. Mirë, njeriu ka halal mos mi fol vllaut e mikut e babës e agjes e të afërmeve. Se ka halal mos mi fol, ka haram. Po kum bobe thejben, me nëherë thejben. Këtë rast të bëhet obligim, vajib, thymja e besë. Nga njëherë është haram me thejben, nëse bën be se ka me kry ndonjë farz të Zotit apo ka me lënë ndonjë haram. Për shembull, bën be pasha Zotin, me be për marr, prej natës santit, namazin mos ka me lënë kur. Ky boni be që ka me fal namazin, edhe nuk do të me thy betimin, ky do të me majt betimin, e ka haram me thy. Apo, prej natës santit, rakin, në goj, me shtimo, kur derin kiamet në kam. Ky boni be se ka me lënë një haram. E që është alkoholi, në këtë rast, këti i obligohet me rujt betimin dhe ka haram me thyje betimin. Nga njëherë mund tjetë mubah. Mubah, për shembull thotë vallahi ster dhe ndrek as të sjabona. Mase nej mushet menja, pse mos më shkon drejk? Thot dikush ma mirë me shkon drejka. Një me, papa ma mirë me shkon drejk. Sepse është kjehe, është taje, ta kanë filane, ku ta diune. Po të kumë bobe, në këtë rast, kur i matë senet, nëse do këtë që është më mirë, me bobe, bën be në është. The ben. Nëse ta mërë mene që ma mirë është me thy ben, the ben. Nuk ka dërt me thy betimin kësa raste. Pra thymja bes, nga njëherë është haram, nga njëherë është vajib, obligim, dhe nga njëherë është mubah, apo është lejuar me thy ben. Mirë, çka bëhet është nëse theju në ben, çka bëhet nëse the në ben, po, thymja betimit na obligon neve me një shpagim, ne quajmë atje në shariat, kefaret, me shpague. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, fa kefaratuhu it'amu 10 masakine min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Nëse njeriu e thën bejnë e vetë kur bën be, dhe thymja e besë përsëris është vetëm për llojin e tretë për bejnë që ki për një me. As kur bësh be rrajshëm, as për bejnë që ki për mahi, por për bejnë që ki për një mend dhe je seriozente, nëse thën qatë be, qatë betim, te ke obligim për i Zotit me bo një kefarat, një shpagim. E qa është ai? Aja është që ka thonë Allahu Azza wa Jall, Tabaraka wa Ta'ala, fa kefaratuhu it'amu 10 masakine. Kefareti ti është me ushqyë 10 të varfër. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, mesatare, me ushqyë 10 varfër mesatare, që ushqen të familjen tënde. Mesatare. Të familjen tonë, herë ushqen shumë ma mirë, herë ushqen ka në herë thjesht, por mesatare në familjes që ushqen familjen tonë, që ashtu i ushqen edhe 10 të varfër, është mirë nga 2 shujtje. 10 të varfër nga 2 shujtje. Po bën edhe 5 të varfër nga 4 shujtje, o fjallë tani ka 2 ditë, se nuk o kusht pacara dhe 2 veta. Mund është edhe një, por dohet edhe 2 tren, mund është edhe 2, po ka 5 tren dhe kështë më radhë. O kiswatuhum, pra se mi ushqyë 10 veta nga 2 shujtje në ditje, o kiswatuhum, ose me vesh ata me tesha atë sa mujnë me falë namaz, pra sa i mbëllohet të vreti. O tahriru raqaba, ose lirim i robit, robneshës, po tash nuk arëm, pra ta bjen kja,
Nëse nuk ke mundësi, femen lem yejid, nëse nuk ke mundësi me ushqye dhe të varfër, as me vesh dhe të varfër fukara, atëherë çka bën? Fasiyamu thalathati ayamin, atëherë duhet me i ushqye, duhet me agjërue 3 ditë radhazi. Atëherë duhet me agjëru 3 ditë radhazi. Por nuk bën me kalu të agjërimi pa u mundua, pa përpjek me plotsu 2 parat, e që është ushqimi të ushqyret edhe të fukarave, apo veshja tyre. Nëse nuk ke mundësi, e që i bie i e fukara vet, edhe nuk ke pare me ushqyje ata fukara, atëherë kalën në të tretën, e që është agjërimi 3 ditë, por nuk ke të drejt me kalu të agjërimi pa pravu të parën dhe dytën, për ndryshe nuk të pranohet. Muna me shëndru këto edhe në pare, kur është fjala të ushqimi dhe të fukarave, muna me shëndru në pare. Për shembull, një shujtje modeste të thjesht, dikon ndoshta 2 euro, 2 euro e gjys, 2 shujtje 5 euro. 10 ditë nga 5 euro bojnë 50 euro. Pra dikon unë mendoj, Allahu alem, se me 50 euro, nëse nuk mundesh me gjetë 10 fukara me ushqyje ku me marr, ku me quen se në restorane bla bla bla, ku ta diun, bën edhe ndryshe 50 euro e merr, i blen, po kjo është për kohën e sodit, ta qa bezote ma 10 vjetë, 5 vjetë, ndoshta standardë ndryshon, ashta me 50 euro së në basen, se me shku dikun në për disa vende që standardë të shumilar 50 euro, në ditë një njeri 2 shujtje i ka që. Ndoshta as 2. Pra i merr 50 euro dhe i blen gjëra ushqimore dhe ja çan një familjes, studentave, fukarave, dikuj, edhe thuhet që kjo është ushqim për juve, për një kefaret, për një shpagim, për një betim që e kam thyer. Kjo është pika të shkurtra, e në fund Allahu thot wahfadhu imanekum, runi betimin, sa të mundeni be mos bani njerëz. Sa të mundeni be mos bani. Do të më bëj sa më pak. Vetëm kur kërkohet nevoja, apo kur lyp dikush dhe ka nevojë me boti be. Për ndryshe, sa të mundeni betimit largojuni. Sepse në parim, ne do të me qenë sinqert, me be e pa be, nuk e nevojë me rrejt kërkan. E ndoshtë e zëtë njët në besen, ndoshtë mos në besen e pun për ta, por në njerëzit nuk e rrejm, nuk e gënjim, andaj edhe nuk kemi nevojë me bo be. Allahu Ta'ala din më së miri, Allahu në ruajt betimet tona, e në ruajt dinin ton, e në ruajt dynjan ton, e në rregulloft e zbukuroft ahiretin ton. Allahumma amin, Zoti din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesor, Allah shpërbleft për këtë këshill. Të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe më pastaj ju mirpresim në 044 156 614 në mënyrë direkte, si dhe SMS pyetjet po në të njëjtin numër. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer të nderuar dëgjues tashmë në pjesën e dytë kontaktive ku ju mirpresim në 044 156 614 pyetjet e juaja në mënyrë direkte në këtë numër, po ashtu edhe SMS pyetjet e juaja. Para se të marrin dëgjues qoftë në linje, qoftë në pyetjet të cilat na kanë arritur këtu nëpërmjet SMS-it, do t'ju njoftojmë që javën e ardhshme do të fillojmë prej orës, domethënë prej 21:30 me llogaritjen verore, domethënë që kohës tashte +1 orë që do të ndryshoj. Për momentin nuk kemi dëgjues, hoqë ndërum do të vazhdojmë me pyetjet që na kanë arritur në mënyrë të shkruar. Thot selam aleikum hoqë ndërum. Jam një motër muslimane, thot kam fillu praktikën në gjykatë këtë vit dhe të premten e kalume jemi mbledhur gjithë praktikantët me iniciativën time, jemi shku në xhami për faljen namazit, edhe për kundër faktit që për disa praktikantë ka qenë hera e parë atë ditë që janë fal. A ka problem nëse disa prej tyre nuk i dinin doft, veç se na kanë përcjell neve si jemi fal, na që i dim doft kanë vepruar edhe të tjerët ashtu. Bismillahirrahmanirrahim. Kjo është puna më e mirë që ke mujt me bëti për një kohë Zoti din sa. Dhe është puna më e mirë që e bojnë edhe të tjerët. Me nxit kolegët, shokët, meqt, vëllezërit, motrat, me shku me fal namazin. Me fal namazin. Që nuk janë të pakta ata njerëz të cilët e dojnë fenë, e dojnë me zemër. Por presin me shty pak dikush ose me ka për dorë me ngri.
Shumë njerëz tillë ka. Të shqiptarët tek ne një përqindje e madhe, ekstrem e madhe të atij lloji. Kanë nevojë apo presin veç me shtyt dikush pak. Ti hastër janë. E pse mos me kanë të qaj që bosh shkaktar sebeb. Shtyje pak në xhami. Tani, ata dovë i dinë nuk i dinë, po mirë nëse kemi ditë kur e kemi nisë. Po në vetë, kur kam shku në xhami, më falë, unë në gjëma më se përmene konkretisht, po e vallahi ka shku nuk e di sa, që më isha miran fije qenë ka bojnë në gjëma, se falëshin shumë gatë, falëshin 4 recate para gjëmas sënet, 2 recate farz, 4 recate apet sënet mas gjëmas, tani edhe 4 recate tjera, edhe 2 recate tjera, që disha, qajnë, të bon, veç ata beshin, anë besha, ata qeshin e qesha. Edhe shumë kushtë të tjerë. Por, me kalimin e kohës mësohesh. Kështu që, sa në ketjes ke basti, asë ata, për kundra nëse keni bërë shumë mirë, Zotë ju dasht, e ju ndëroft, e ju forcoft, dhe vazhdoni, se cili me punue në fushën e vetë, për çdo të mirë, që ka mundësi me që dikujna, e sigurisht, për të mirave është edhe namazi, pa pikë dyshim pile është e mira e të mirave. Se do të kemi dëgjues në linjën direkte. E mirëpresim, alo. Asalamu alaikum wa rahmatullah. Selam. Roger, po tani moti me një emision që më thonë kur i smut mos hajde në xhami se janë gjeti tërkojna. Tash nuk e di për çfarë smundë kemi pas fjalën, në rast jam konkret që në tash jemi këto, them apo kom gët në po me ditë. A bën më shkuën në xhami apo duhet apo do të më lajt në shtëpi atë çfarë bëj. Po në pikë që të falë. Është farz dhe më në Kur'an. Selam. Në selam ka njëherë farzën e ke kry. Në selam ka njëherë farzën e ke kry. Nësi e për gut shumë, bën edhe veç farzën. Por nuk është mesela fort me ik të këbiri fillestar, sepse nëse nëzën të ik të këbiri fillestar, nuk ka ik një farz, ka ik një sënet. Tani, për me nëzën që atë sënet të pële një sënet tjetër që është të namazi. Pra, krye namazin, për mëse kry, ka dhe të shikry tjera, por o kom fjallin që sërit të venë, pak ma shpejt, a më 4 herë, pak ma shpejt, ta në ngë të pak, por i me vrapu nuk është mirë, edhe me shku me në xhami. Ku të nëzënë, se kështë me hadith, me drektum, fe sallu, vë ma fatekum, fe atimu, ose faqdu, ta në fillë në diva aleikum besekine, shka një ka dalë, o fjallë ka dalë, mos vrapani, ka që ka në namaz, mos vrapani, qatë nëzëne falne, qatë jo ikë plëtsëne. Të pyetja e parë, unë kam thonë nëse ke smundje në gjitëse, gripi është smundje në gjitëse. Gripi është smundje në gjitëse. Për ata mjekët, kur përhapët grip me të madhe, preferojnë mos e afroni fëmijë nga vetë, largoni ata që janë të ndihshëm me pleq të kudiu se ata më nërëzën gripi më lehtë. Nëse ke grip që është bajag i rand, e te ke forcë, ke energji, ke fuqi, mashallah, ke sabër, i durimtar, qashtu i smudën me shku në xhami, unë për mendimin tim, Zoti unë falë nëse gabaj, unë thëmë qashtu më shka në xhami, se për mi smunë dhe gjematin atje. Ndërsa nëse nuk ke grip smundje në gjitëse, por ke smundje tjetër, ajo është tjetër sand. Ka arë në hadith të Abdullah ibn Mesudit, thëtë, kër është dikush për neve smut, dhe smut të me ecë me shku në xhami, e kapëshën 2 shok për krash, dhe qeshën në xhami, e ullëshën në saf, dhe falte për se ulti. Tani, a i s'ka mundësi me shku me 2 njerëz të majt, pa kanë shumë smut, dhe s'ka mundësi gjithashtu më falë ullur, pa kanë shumë smut, por në xhami, nga shëjtëria madhe që e kanë ndje sahabët në zemrat e tyre kërësh i xhamis, dhe gjithashtu edhe obligueshmëria e madhe që kanë kuptuar dhe kanë ndje ata
karshi namazit me xhamat. Po. Kemi prap telefonat, e më presim, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Shëndes Rugjan. Po, da. Desha të bëj një pyetje, Rugjas, jam e martuar që 7 muaj. Po, ndëgjojmë. Edhe kur edhe tash ku në fundit të mrej që kur të veshi teshat, po janë grimcume. Aha. Mirë, pyetje tjetër a kene? Jo, vetëm kjo. Kjo është shqetësimi sajna? Po. Nuk është vetëm shqetësimet, është shqetësimi shumë kujt në këtë formë, këtë mënyrë. Njeri është njeri është i dëp, për çdo ndryshim në jetën e vet shqetësohet. Njeri është një krijes, la ilaha illallah sa që dëqme. Mrena ditës është në gjendje 50 herë apo më shumë me ndryshu. Pra ta me pas edhe ka, por nuk e kena me veti. I kanë psikologat, i kanë neuropsiatrat, i kanë njerëzit që merren me shkencat veçanta për disponimin, për stresin, për relaksimin e tjerë të shoqërisë të njerëzve. Me pas në një aparat me mat, njeriu sa herë në ditje po ndryshon në emocione, në ndjenja, në qetësim, shqetësim e tjerë, i del njeriu mund të dal me 10 herë. Pra, çdo sa që vëre njeriu ndryshim automatikisht reflektohet në trunin e tina dhe e ndjen pastaj sikur se ndjen edhe në zemër varësisht se çfarë shqetësimi është. Në këtë rast, në të shkyjnë me pa dikun në tesh, me nërshqetësohet, sepse ka një parandin se mos i ka bëhet dikush diqka. Një lloj paragjykimi. A thu vallë, ka bëhet dikush diqka. Edhe kja thu vallë, ka bëhet dikush diqka, rritet vetvetiu tek njeriu. Dhe s'më në hek pimendjes. Tani më, stashe, ku hale pa e veshteshen, e këqyrë më së është të shkyjnë. Dhe i bot për një kohë, një loj, shprehije dhe zvesi me këqyrë në stëpteshat e ka të prene. Që motër, se hirit janë hak, nuk dëshohet e pun, janë hak, por unë mendoj jo rrallë herë, teshat të qkynë të kush jafër me yti, për me të shqetsu, mas me të lanë rahati, jenë usere, jenë qef, familje, të burri, të vjehria, dhe nuk doj me lanë ata rahat, nuk dojnë ty me të lanë rahat, qa me të bo, me të sefarsenesh. Bile bëvakia, këta gjojnë e farle helmani, që vetë e bojnë bëvaki, vetë e bojnë që aty, po kishet ka bojnë dikush diqka, që me të shqetsu, mas me të lanë rahat. Për ata unë për thamë, të bënë e dhikrin sabah dhe në aksham, thuj audhë bi kelimati Allahi tamati min sharri ma halak 3 herë, Bismillahi alladhi la yudhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiul alim 3 herë, dhe do tjera që janë për dhikr të ajetul kursi të tjerë, kullu vallahi kullu dhubra bil falak kullu dhubra bin nas të tjera, pështeti Allahu azza wa jall. Inshallah Allahu trun për do të keqë ja rabbil alamin, trun për syçe, trun për sehireve, do të keqë ja rabbil alamin. Kemi një telefonat radhës. Alo? Si duket ka ikon? Me qenë se jemi të kjo përgjigje që e dhatë ju në lidhe me sehiret, kemi gjithashtu edhe një pyetje që në ka arë në mënyrë të shkruar, thot si ti shmangë me sehireve dhe me syshet. Me dhekër, me doa, me mbrojtje, me marë masat preventive, me të mbrojtje madhi Allah të barek vë talë, masat preventive mbrojtse. Sërët më të mire, masat preventive mbrojtse. Me pështetë Allahot, me bu doa dhekër, me nejtë me abdest. Syshet është mirë, për të syshë mirë ka pak njerëzve që vrehen se janë të ndishme në sy, a nëse ke fjallën për fëmi, më se vesh një fëmi në mirë, nëse fëmija është të ndishme dhe binë sysh let, pse për zbukaram, pse për vesh mirë. Osmani radiallahu anhu ka arën transmitime se aj u alin të fëmive balën që ka si me dëfar në gjyra është diqka për me shumë të thmirë, mësë me lanë shumë të mirë, që kur të shetë dikush, mës me gufunte. Pra mës e vesh thmin qaq mirë, ja me krehe, ja me veshe, janë, po hajtë se thmi është aj, le që atë mës e mërë fërt me ta. E dyta, nëse dënë te, ose dënë vlava, baba, daja, dikush shoqja, motra, këta diun,
është mirë me thonë bismillah, masha Allah, bismillah, masha Allah, bismillah, masha Allah, të barak Allah. Nuk I bjënësish me emrin Allah të azza wa gjell. Inshallah, po. 024 156 614. Kemi telefonatën në radhës, alo. Selam alaikum. Aleikum selam. Po I persona jam direkt me Radio Pëndinit. Po direkt jeni. Po e ndëgjon për. Selam alaikum. Selam alaikum. Hoq, edhe ju në studio, anë e kanë djertimit, anë e kanë botës. Qa dhe politikje, që më preokupan pukur shumë, është fjalla se të gjitha vidët që shonë e pare, po nga natyra, qëllëtrili, uvarat, e kështu në rafë. Dhe e di, qëtëm që se mund me nëvizu, e di se dikun shkruan lidhje me qëllëtrini, se njerëzimi përsërit që shka me jetu si me të shpelash. Unë e bashkë një reforme kom po të shvillimit të Kosovës, të shqiptarit, por edhe të pa gjëtë, ku të të rekat i që banesë, banimit dhe Kosovë, po qa dhe të shqip, të të faqe dhe qenë banesa, referat një patja 7 metra këra. E të Allah në verot, I reflekum për I stande, mund të oksigen një e riu. Imagjina do të këtë Kosovë, po qa të 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 objekt banesor referat të të rekat kam të tutje, këtë shqiptaria, po dhe këtë gjohë. Qfarë pushimi genial të njerët që shpeqenë kema si të universal anë e kanë botës oksigenit e kishtë ju se të mu po më do këtë pak si lotari është edhe në sit oksigen një atushëm njerë atë ta pak pa oksigen oralu duke mos e ripëtri qëndrimin. Qishtë janë vitet e mija dhe sëqarimet e kësha pa që veshme ma shplavir me qatë pohën kur përmajë të konkurant që njerë ka me rëndit në qështë në shpela, më të shqipjes qaja në shka si harmonizit, aja është qëtë. Selam alaikum rahmetullah barakatuh. Inshallah ima me dhirë në kene vidja. Aleikum selam. Allah shpërblet që im kadrut. Në cilën thatë që ka thonë pejgamberit që të ruptohë? Në kohën kur dhe këta janë njerëzit të jetojnë në shpela. Jo, njerëzit nuk është kosh me u këthi me jetu në shpela asë një herë. Se përket gjelbrimit është shumë e vërtet se feja jo në islam e kushton një rëndësi jashtë zakonisht madhe. Sa për ilustrim për përmendi vetëm një hadith. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, nëse një fidan, një pëm, një trup të pëmës e kinë dorë edhe dënë me mjellë, por e shë që kiameti ardhë, mëse le gjysë mille. Bije pyetje, çfarë efekti ka me mjellë? Kur veçarë kiameti, marë ti mbille. Pra në mënyrë të hiperbolizuar, s'ka i shmeresht. Po kujdeset, Islami që njeriu ta gjelbroj sa ma shumë natyrën. Zatën Allahu kër ka kriju këtë tokë, mas e cekë oksigenin në rrallë, e ka kriju në formën më të mirë dhe më të përkryer që i duhet njeriu të banuesit kryesor të kësaj toke, po, e kush ka ai cili prishi, e prishin njeriu në fëza me civilizimin e vetë. Po mirë që kë njeri që ndërtet civilizimin e vetë. Pse na shkale dhe gjelbrimin, mase që vetë qenë ka element të këq për një jetë të shëndosh, për ajrë të shëndosh, për një klim të shëndosh, sepse ajrë është jetë. Pse njeri e ka na shkalu? Pra njeri ka prish. Për ndryshe Zoti ka falë, atë sa ka nevoj toka, atë sa ka nevoj njerëzit. Për ata është shumë më rëndësi që njeri të kujteset për gjelbrem.
Me që të ceke kë punë gjelbrimit të ambientit të borrave tjere, po mduket se dekadën e fundit, përgjithësi mas luftë përveç anti dekadën e fundit, mileti jonë, populli jonë, qëtu në Kosovë, po sigurisht edhe jashtë, është vëgjësu e bukur mirë në çështjen e gjelbrimit natyres. Për para, pa me dhjetra borë në për akrabat të athër, asë një pëmë në bërë se kanë pasë. Që kanë dërtu shtepin e vetë në qatë arë që kanë dërtu në qatë fush, nëse ka pas pëmë, kanë me qatë të pëmë. Nëse nuk ka pas pëmë, asë një pëmë milë nuk të ka. Si me kanë tonë gjytyrim aty. Sëtë, shumë herë halepe maru shpin e gjelbran ambientin, mjell pisha, mjell pëmë të ndryshme, kumla, molla, dardha, edhe për 10-15 vite, o borë i tina bëhet një park i mrekullueshëm, ku shpirtit knaqet, truni freskohet, prej ajrit pastërt, e syni pushon për gjelbrimit që ka pa. Kush e bone dora njerit, dora njeriut. Pra ka fillu një vedjesim i mirë, mu ke punë më knaqë shumë, edhe nëmrej shumë pozitive, e arritur e mire popullit tonë, por shpresoj dhe lutem që këtë vazhdoj, edhe në saza më të mëdha, jo vetëm individuale, familjare, por edhe shtetërore, nivel komunal dhe shtetëror, bile, është shumë të mpëlqy në për disa rrugë, në disa komuna, ose mrenda në qytete zënvarët cëllën komun, apo në periferitë qyteteve të madh vogla, kanë fillu me gjelbru me mjell pëmë dihant asfaltit. Kjo madhështi është. Kjo është madhështi, kjo është për përkrahje në maksimum. Për përkrahje të skajshme. Dhe të më dalë populli vetë me ndihmua mënyrë vullnetare komunës, atyne që dojë me gjelbruhe, apo që i kanë këtu projekte për me gjelbru rrugën. Përballë kësaj, tani ata që shkojnë dhe i nukin këtu pëmë, dohet me adhon dënimin maksimal të mund shumë, atë sa ke mundsi. Sepse ai njeri i cili shkon e dëmton gjelbrimin pa birhak, veç pse ka një shpirt të keq. Dhe me të, me dije pa dije, ai dëmton krejt një zonë, një region, ai njeri nuk e di çfarë njeri është. Për ata të dohet me gjëvit, sigur se që dohet me stimulu këta të cilët e gjelbrojnë natyrën. E lusëm Allah që ke Kosovë jo një atë ndryshojnë nga nga gjelbrime, sepse punë të që kemi një me gjelbrim. Po. Do të mirëpresim dëgjuesin e radhës, alo? Alo me bëma. Mirë mbrëma. Selam aleikum, përshëndetje. Selam. Nderuar profesorin. Aleikum selam. Allah shpëleft. Deshta me vetë, hoxhën e kam një shok në punë, punoj edhe e falet, edhe natën që të falet, po shpesh më thot pisho dy si sty, edhe thot natën po vjetëm kërset, diçka në shkretë, po të ne e shë. Edhe shpesh këna rrëg të emu në të thëmë qyshër të mundur me pavë, jo të dikur që ka thonë që kodija, po të pisho, edhe desa me vetë, hoxhën, a është e mundur me pavë, që ashtu që dyshtia, të thot po vjetëm kërset, shkoj në koridor, kom gjak, e tash një natë në shku shpiti, ne e sa tash, ja sa tash spovina, vëshet, ku e di, e bashkë e respiratorin e ndërun. Mirë, Allah Edhe shpëleft. për shëndes, Faleminderit. natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Govlan, këtu e në 2 sene, zotë të rujty, që kujdesesh për ta. Këtu e në 2 sene, unë e mendoj. Një, ose i duket atine para në djehet, e këta në shkencët e thënë hëllit selacione. Dishka që ashtu, ose dyta, ka mund si vinë gjend, e tani pse vinë gjend është mesele tjetër. Po më du me paragjiku, po du me mendu mirë, nëse veç i vinë gjend, se ata vinë për me provoku, respektivisht me friksu, më smelana të të lidhë shumë me Zotin.
por edhe të me konë shumë i fort me Allahun, dhe mos me trem synë heq kur dhvin ata, por me kënuat të spidohen Ajetul Kursi, nëse dhe me thirë edhe azanën, se ata nuk kapi diçkapit që a ikin ma shumë sa për ezanit. Mundet edhe me marë do uj me do kryp, sikur që a qesëm tërshive, prasall që bujna, e mi fry që ati krypi me uj, me fryhe, edhe me stërpik o borrin, shpin, qosheve, skajve, rreth, shpis, që ta edhe kur afrohen ngatën, nuk gëzojnë me afru ngatë, se e ndjejnë e randon shumë krypa edhe ujtë e frynë atyre gjenë, atyre krijesave. Edhe që shtash është më rëndësi, mas me utut për i ty ne. Shejtant e kanë marak kur dikush tutet për i ty ne. Kur tutet dikush për i ty ne, ata e kanë marak. Mendojnë se kanë përfitu. Ndërsa kur nuk tutet thujnë kës s'po mu shkëm jalan. S'pjaleshëm shaj edhe ma lehtë ata largohen Allahu, na ruaj për i ty ne, ja Rabbi, edhe lija largohet me të mira ti vllaut ata gjënë. Po. Kemi telefonatën radhës. Alo? Alo? Alo, mirë mama. Mirë mama. Po të një pyetje për hoxhën. Po, ordra. Jam 24 vjeçare, më kanë që 4 vjetë martune. Kam 2 fëmijë. Burim vazhdimisht në internet. Po se të jam dhe që humbje kohë. Dhe se s'me trasën asë një e të se sa që bërë nga një ka të bëj dhe shta me këshirë nga bëjtja nuk sile të Allah shumë lefë që e në kuadrut. Tash do të meni edhe përgjigjen për e profesorit. O gjendërum. Allahu ta drejtoft atë burë, ja Rabbi. Allahu ta drejtoft atë burë. Allahu ta drejtoft atë udhëzoft. Këta Facebooka, këta far interneta, sho, i motër e preshën dëjan, la ilaha illallah. Për qarë njëri të natën në për Facebooka, në për internetet, të kanë me flajt, e me pushu, e të nesër me më quj pushu, e këthjel të kry dhe me fillu ditën e re, me gjallu, me punu, me mësu se cilin fushën e vetë. La ilaha illallah. Që me thamë vlau, i ki thmin, kujdesu për thmi, burët më si fali shumë, se vetë që bënë dhe ma nërvaz, dhe largan ma shumë për vetë, të ne i bëhet i vrajt dhe nërvazet bërtet, ka pak po, për ju shumë, herë që shë shef, ti më nasip që shet përshtatshme, që shet disponimin e tina. Më no burën me josh, hajde shkojnë bina, hajde bina, më no me josh burën për çdo natë. Por, fundja bën sabër i motër, se dikur ai ka me pa, me emër të Zotit, ka me pa që keqe ka pas. Dikur, ka me pa ai që keqe ka pas, dhe te ke pas mirë. Sabër të në me pa. Të ka sprovë Zotit me burë të halit, apo s'po diqysh me qujt ashone, të pa të disiplinun, apo jo të edukum sa dohet, me bë sabër i motër. Sa një me mirë me bë sabër, më mënuar herë me ndiku taj, dhe me lutë Allah me drejtuat e me të rujtë thmin. Allah që o sabër ty, e të rujtë thmin, e të drejtuat të Arabi. Do të marrim telefonatën radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe më të buni pyetje. Po, ordra. Une që për Ramazanit fundit i foli 5 vaktet. Alhamdulillah. Edhe une punej berber. Frizer, kom salonin tem. Po, shënjetin s'mu e foli drekës edhe ti këndis goti kur herë. Se jëm punë me shtreko gja shumë. Shënjetin e sabojt e foli, takshomit e foli, e pjatësis e foli në shpirë, masit të mbyllë lokalin. A prish puna e sen që s'mu e foli shënjetin, edhe vaktet i shty ka herë, do më thonë vaktin e drekës i shty deri nga ti qëndije se s'mu me foli se kom i shtrek. Edhe i shty vaktet ka herë, akshomit sabojt e foli gjithë në rregull, edhe akshomit e foli gjithë në rregull. A prish puna i sen, që se fali sunetin dhe që i shty vaktet. Mo prej Ramazanit funit se kom lonë asë një vakt deri më tash. Allahu
shtrojt e të forcoft. Tash do të Faleminderit shumë. Atë që aje të bote është shkëlqyshëm. Asën e ma mirë nuk di me të mësu. Atë që aje të punuti është shkëlqyshëm, asën e ma mirë nuk di me të mësu. Vazhdo që ashtu, Allahu të dhash të marën, e të dhash të rësk halal, e të rujty e familjen tënde. Është lajmë shumë i mirë. Lajmë që s'ka para që e pagun, kur dëgjon se një vëlla apo një motër i është kthyer Zotit dhe i bjen sejdë Allahut pas herë nditje dhe nuk e lën farzën e Zotit për asnjë çmim. Dhe me thonë, e ka përtëri besen me Zotin apo ndaj Zotit e tij. E ka gjetë kodin, qelsin, i cili e shpije me emër të Zotit, në razinë e Zotit, knasinë e Zotit, në fshirën e Zotit, në gjennetin e Zotit, ati kofshin falë. Ilumi a ilumi cili falë pas kot namaz. Ilumi a ilumi për shpirtin e vetë. Është e vërtet të vëlla se ti bashkë me mu, edhe shumë një të tjertë që i falën pas kot namaz. Është shumë e vërtet se nuk kemi ndonjë punë shumë të madhe, që vërtet meriton me u krenu. Dhe prapë themi nuk e dim që a bën Zoti me neve. Për nanën tjetër, një ymëdë, një shpresë, jashtë zakonisht madhe, e kemi në gjithë namaz. Shumë shpresojmë të Zoti që namazë kome na vëgjindë, natën e vorrit. Namazë kome na vëgjindë gjatë jetës tonë varresa, gjatë qëndrimit tonë varresa. Namazë ka me navëgjind ditën që dalën për atë madhet Allah. La ilaha illallah, ameli vepra e parë për të cilën dhe të llogaritet të robi se që ka ardhur në hadith të vërtet e pejgamberit alayhi salatu wassalam është namazi. Nëse namazi i pranohet e jep provimin e namaz, e ka lej provimin e namaz, vazhdon të mirët në pyetje për çështjet e tjera. Nëse këtë nuk e ka lënë, vaj halli e vaj me deti për te. Allah të forcoft ja Rabbi. Amen. Do të marrëm edhe telefonatën në fundit me qenë se kemi shumë pyetje që na kanë ardhur nëpërmjet SMS-it. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam një nan, kam një vajzë në muajshe. Vajza është e smut për zemrës, ka hipertension, është vetëm në muajshe. Kam biseduar edhe me hoqën para 3 javë në rruga ndriçuar. Pas vajzës kam bërë shtatban 2 muajshe. Kam pas më ka vdek beba në barkë. Edhe unë nuk e kom di që më ka vdek beba në barkë, se për shkak të angazhimit ndaj vajzës u duk më të madhe, mjekët kanë konstatuar që beba më ka vdek në barkë. E më ka abortu fëmijën, më ka rasti njësat. Para 3 dite, ku marrë një ofertë shumë të mirë jashtë vendit në Itali për me dërgu vajzën mu shëru. O hoqë, a është kjo në istove madhe që të mësru Allahin në vlad, njanin ma merë tjetër ma shnosh, plotëm kalzëm se vre të dhja vetë që me bo. Edhe kom një pyetje tjetër. Shumë kom dëshirë edhe vullnet më falë. Jo më falë para se 2 vite, po mas martesës të na e kom lanë. Se nuk desha mirë, e nona jeme para një javë më ka po ndër që u falësha edhe vajza u shnosh. Ndra që qika u shnosh edhe s'kom pa ty të mlumë edhe të u falë. A ka diçka me këtë ndër? Faleminderit shumë. Allah është për që e ka drutë. E më i mutër. Allah në gjennet qoftë. Allah në gjennet qoftë. Fëmija pjesasht është rajtë. Fëmija që shëtë populli nanën e shtë në zjarëm, në 10 shtë në prëzë gjalli. Vetëm se Zoti është më i madh, është më i dashur se sa fëmija. Zoti më i dashur. Mas pari Zoti. Tani tjertë.
E jo mas pari fëmija tani Zoti. Ja. Jo i motër, mas pari Zoti. Mas pari Zoti. Mas në largoft Zoti për vetës tina, ja Rabbi. Mas në largoft Allah për vetës tina. E ku shkojme në me në largof Zoti neve? Të fëmija, të gra, të borra, të prind, të vllaznia, po tonat atë lënë laqë. Zoti nuk lënë laqë. Nuk lënë baltë. Për ata kapo për litarit Zotit. Namazin me falë, o i motraje. Namazin me falë. Namazin me falë. Letat me selit dizditje kanë qeft burët kër e shkun fillim atje, Zotit më falët. E pun nuse, pun ku ta diune, dhe hajt një ditë, hajt dy ditë e ke që namazin zhak, dikur kam jetë krejt, për dryshe, për që s'din pëse uhësh, kërkush nuk ka dit, nuk ka lej ditun, për në mësu njerëzit, edhe ma mirë më falë gjys a gjys, atë sa din, se sa mas më falë heq, të këtë punë e din fort mirë, për të ka hi për i tesa, për namazë, e marrë me punë tjera të nësnis, andaj nga vllaun tant, pëndahu të Zoti, nisa pisan të falë namazë. Dhe ofertë që të shtafru me mjeku e qiken, pranaje, që vazër me mjeku. E të falë namaz, e lutë Allah me të shëru, inshallah Allah të shëran. Por, nuk po vjen mirë që po më rëzit e shumë. Oj mëtër, që e zëtë që ta ka falë, qatë vajz e ta shike smut, që e zëtë ta ka mundësu me me të shtatë zanë, e pas ta i ka dek fëmiju, që e zëtë është i njeti, që e zëtë apë të falë, e rejeti, me emrin e tina. Spravon, kanë dënë spravon aj, kanë dënë qysh dënë spravon. Nuk mund është tim i zgjidh sprovat, a i zgjidh për ty dhe për mu. E jona është me duru, me bo sabër, se sprov dhe me thonë, apo tjetë hatër ndaj Zotit, as po tjetë hatëri, apo hidrosh ndaj Allahut, as po hidrohesha, apo të hup sabris, po të hupa. Krejtu jenë mrena sprovës. Pra do me thonë, Zotit ka që, ati kofshim falë, ne bojmë sabër. Bojmë sabër. E Allahu ka me të shërua atë vajzë, insha Allahu ta'ala, ama edhe ka me të falë tjerë fëmi, ama ti me anis më falë për i zatë Zotit. Me anis më falë, o i motër. E namaz, e lutë Allahun, të freskohet shpirti, të pëshën zemra. La ilaha illallah. A ka sen me i mirë, se sa namazi. Zotë më selash pa namazi, ja Rabbi. Po. Do t'i kthejmë tash me hoqën ndërumë edhe disa pyetjeve që na kanë arritur nëpërmjet SMS-it, meqense se jemi edhe në 10 minutat e fundit. Thot një dëgjues, selam aleikum, vetëm desha hoq t'ju përshëndes dhe më ju thonë që ju du shumë për Allah, dhe sa që po vinë në Kosovë po kanë qef me u taku një herë hoqën e me përqafu një herë, po kurs po muj me gjetë në cilën xhami shkon më shpesh hoqja. Allahu dasht, e trujt, e të shpërbleft. Ty dhe tanë musliman, vallahi, unë shkaj gjamit ma dhe vazhdej më falë, jo rregullisht, por pukur shpesh, vazhdej më falë, zakonisht jatsin dhe sabahon, për pas kur kam të një farë obligime dhe ku ta diun, për ndryshe zakonisht shumë herë, jatsin e falën gjamit ma dhe, Allah të rujt, po. Një pyetje radhës thot, selam aleikum, thot hoqë ndërum, kur do të shkruani edhe libra tjerë me hutbe, porosim nga mimbere? Ja, me hutbe në herë nuk e kom dërme me shkrua, ja, jem të marrë projekte tjera, ja. Nuk mundem me më këthi prap në atë projekt, nuk kemi kohë, a i ka përfundu, sa i ka punë halaj, njëri ju mund shkruani edhe, unë me konë vazhdu halaj, kësha bo dhe të revëllime tjera, a 4, apo ndoshtë edhe sa është, për jo. Ne kemi projekte tjera, disa libra të fikut, na kide ta havije në të rështë kompremtu që sa, projekte me madhim është tefsiri, nëse Zotin e pymer dhe në letësan. Kemi projekte tjera të shumëta,
Më këthimo në hëtbe nuk kemi kohë, vetëm kur të kërkan nevoja mori botu. Për ndryshe jes kem kohë. Po, faleminderit, Zotë rujt. Një pyetje tjetër thot, nëse jemi në udhtim, a bie namazi i xumas? Po, bie namazi i xumas në udhtim, është e vërtet. Mirë, do Dhe falem drejken vend xumas. Po. Një pyetje tjetër thot, selam aleikum, thot hoxhi nderuam, a mundesh më na fol vetëm pak për Ramazan, me qenë se jemi thot edhe gati në prag të Ramazanit? Jo, largo ka dalë, Allah në xhenet qoftë. Pse koha ka shkurt, flasim për Ramazan bët. Po. Por për malluke për Ramazan, ani Zoti rujt. Po. Ndërsa në pyetje tjetër thot, kur është më mirë hoxh me fal namaz natën? Namaz natën është më smirë në pjesën e tretë natës, që bien kod si fyrit. Por me gjithatë, kur do që falesht mirë, ta shëvera, dita shkan gat, namazi nata shkurtohet, namazi acis shtyhet vën, deri në 10 e gjys, dykon në për Europë 11 e gjys, dhe nuk ka ko me fal namaz nate. Andaj është mirë, kur të fali acin, para se me ra, me fali edhe një 4 reqata apo 6 apo sa, ja lecën Allahu, me falë dhe vetërën në fund, dhe më nëmëru që e namaz nate. Po. Një dëgjues po pyet, thot, pse hoxhi nderuam, Zoti i ka dhënë shumë kompetenca shejtanit karshi njeriut? Ja, nuk i ka dhënë shumë kompetenca, nuk është e vërtet. Se ke kuptu ti mirë. Me pas shejtani kompetenca, për shembull, mu që tash se më shlan me folë heq për fe. Me pas shejtani kompetenca, asë një musliman të këtë Zotë se këshlan më falë. Biles këshlan musliman heq që kështë bëket pagan. Me pas kompetenca, nuk i le njerëz me bo mirë. Pse ka që me bëket që. Po s'ka kompetenca. Ja. Kompetencat e tina, po shteti tina është vetëm në nëzitje. Ta heshën të keqen, ta eriton të mirën dhe të bën ka pak ves, cytje. Kur gjë ma shumë. Se në besën banaj, është njeri i rritë të saj, se në bën kur gjë. Por me që ta, arrin shumë. Arrin shumë. Por nëse njeri është i fort, në idealet e ti, në imanën e ti, në besimin e ti, në lidhin e ti me Zotin, e ka parasysh se ka një shejtan, një armik të përbetuar 24 orë që mundohet me gjithë në një zbrasir dhe merë masa preventive ndaj tina. Ai është në qmuar gjithë dhe sen së në banë. Po. Marrim pyetjen e radhës. Thot, hoxhi nderuam, jam një motër muslimane, desha një këshill nga hoxha, unë nuk di të lexoj Kur'an arabisht dhe ende nuk më është dhënë mundësia me mësu Kur'an arabisht. Dhe cila është zgjidhja më e mirë, me lexu shqip apo me ngu në gjuhën arabe dhe me përsërit fjalët kur ndëgjoj ato, domethënë përmes internetit. Çfarë më propozon hoxhi nderuam? Valla, me lexu shqip është mirë, se kupton në gjuhën tonë çka po flitet, çka po bëhet llafe. Për si kuptim, ndërsa për si Koran është më mirë me ngu, me lëshu Koranin me ngu, edhe mund që është me përsërit, është më mirë. Se vetëm dëgjimi Koranit është ibadet. Vetëm dëgjimi Koranit është ibadet, edhe pse s'kuptohet, edhe pse se kupton, çka thot për shkak gjuhës. Po. Do të marrëm edhe pyetjen e fundit, thot, ku është më së miri me dhënë zakatin? Ku a kur? Po, në cilin vend, kujt? Zakatin varet për situatës. Kur ka fukara shumë, mos vjet me fukarave. Po kur nëse s'ka fukara hiç, ka lloje tjera, shtresa tjera të njerëzve, e jap zakatin. Pra e lyp ku dikon në hall me pshil një vrim dikon. Me pshil një vrim dikon që përfitojnë muslimanët, veçantë i shtresa sociale prej tina. Po. Allah shpëleft hoxhi nderuam që gjatë të kohën që ne sonte me neve dëgjues. Të nderuar dëgjues, kjo është edhe fundi i këtij emisioni. Na ndiqni javën e ardhshme në orën 21:30. Deri atëherë, selam aleikum.